Pasi Samet merr veten nga operacioni, ai shkon në hotel dhe përballet me një surprizë të hidhur. Tasin ka ndryshuar emrin e hotelit, duke hequr mbi emrin Shansalan dhe duke vendosur të tijin. Sameti i ndinjuar kërkon që emri i hotelit të rikthehet menjëherë siç ishte më parë, por Tasin e ndalon me vendosmëri dhe e kërcënon se do t'i marrë gjithçka që ka. Melek dhe Xhihan shijojnë një shëtitje së bashku, por papritur, Melek ndjen një shqetësim dhe zë paniku për shtatzaninë e saj. Xhihani i alarmuar e merr menjëherë në krah dhe përpiqet ta qetësojë, duke i thënë të mos shqetësohet se gjithçka do të shkojë mirë. Samet i tërbuar i rrëfen Hikmetit për ndryshimin e emrit të hotelit, por Tasin nuk ndalet. Së bashku me përmbarimin shkon në vilë dhe kërkon që ajo të lirohet menjëherë, duke deklaruar se tashmë ai përket atij. Samet i shpërthen me zemërim dhe e kërcënon se vetëm duke shkelur mbi trupin e tij mund t'i marrin vilën. Hikmeti përpiqet të gjejë një rrugë të mesme, por Tasin refuzon dhe ju jep vetëm 2 orë kohë për t'u larguar. Ndërkohë Tyrkan, e alarmuar, kërkon ndihmë dhe gjen Esman pa ndjenja. Ajo ka tentuar të vrasë veten me medikamente. Një ajeti thot Xhananit të njoftojë menjëherë ambulancën. Ambulanca mbërrin dhe shoqëron Esman drejt spitalit, duke parë situatën e rëndë. Tasin tërhiqet për hir të saj dhe deklaron se do të vijë më vonë për të marrë vilën që i takon. Ndërkohë Xhihan dhe Melek në spital, pas vizitës, doktoresha i qetëson duke i thënë se bebi është shëndosh e mirë. Ajo i pyet nëse duan të dinë gjininë e foshnjës, por Melek dhe Xhihan vendosin ta lënë si surprizë. Në momentin që dëgjon rrahjet e zemrës së foshnjës, Xhihan nuk i mban dot lotët dhe shpërthen nga gëzimi. Sevilaj i hap zemrën Nuhut dhe i tregon frikën e saj për t'u përballur me të kaluarën. Nga frika se mos zbulon diçka të dhimbshme, ajo mendon se prindrit e saj nuk e kanë dashur dhe prandaj e kanë braktisur. Nuhu e këshillon të mos i paragjykojë pa ditur të vërtetën, duke i kujtuar gabimin e tij me nënën Sumrun. Por Sevilaj i thot se historitë e tyre nuk janë të njëjta, sepse Sumru i kishte lënë tek gjyshja, jo për birësim, siç kishin bërë prindrit e saj. Më vonë Sevilaj dhe Nuhu përballen me Nazimin. Ajo e pyet pse nuk ka marrë ende dokumentet e divorcit, por në atë moment të Nuhu fillon sërish të shfaq shenja xhelozie. Rrugës për në spital, Bejamini i shqetësuar pyet një ajetin për arsyen pse Esma do të bënte një hap kaq të rënd. Një ajeti e justifikon duke thënë se Esma është e re dhe ka pasur një moment dobësie. Ai e pyet nëse ka lënë ndonjë letër, por një ajeti mohon, ndërkohë që fshet letrën në xhepin e saj. Nga ana tjetër, Xhiani kërkon Melekut të pushojë dhe të mos lodhet, por ajo e siguron se është mirë, duke u lumturuar nga kujdesi i tij. Nazim e telefonon Xhianin për t'i kujtuar se duhet ta njoftojë Sevilajin për vdekjen e tatit, por ai pranon se i është mangur kësaj për shkak të gjendjes së Sametit. Xhian shkon në hotel, ku mëson se emri i hotelit është ndryshuar dhe përballet me Nuhun. Ky i fundit duke nënqeshur i thot se bordi i hotelit e ka tradhtuar dhe se tashmë edhe vila do t'i kalojë Tasinit. Ndërkohë Sameti dhe Hikmeti pyesin Turkanin për arsyen e tentativës së Esmas për vetvrasje. Ajo me një varse në duar u tregon se Esma është e dashuruar me Esatin, por duket se ndjenjat nuk janë kthyer mbrapsht. Pikërisht në atë moment, hyn Xhihan dhe kërkon më shumë detaje. Turkani thot se nuk di më shumë, por Xhihan kupton se Hikmeti, Sameti dhe Arika po e justifikojnë Esatin dhe shikon qartë. Kjo histori fshe më shumë se një dashuri të njëanshme. Esma del shëndosh e mirë nga spitali, mes shqetësimit të një ajetit, Bejaminit, Xhananit dhe Xhihanit. Doktoresha i njofton se nëse do të vonoheshin edhe një orë, Esma fatkesisht nuk do të kishte shpëtuar. Më pas një ajet, ja dorëzon Xhihanit letrën që Esma kishte lënë. Xhihan shkon pranë saj dhe e lutet t'i tregojë të vërtetën. Esma me lot në sy, pa thënë asnjë fjalë, vendos dorën mbi barkun e saj, dhe Xhihan e kupton menjëherë, ajo është Atzan. Esma i rrëfen Xhihanit se si, e lumtur i kishte treguar Esatit për shtatzanin, por ai reagoi i tërbuar, duke i kërkuar ta abortojë foshnjën dhe duke e kërcënuar se ndryshe do ta bënte të pendohej, sepse ai nuk ishte si Xhihani. Atë moment Esma kuptoi se Esati nuk e kishte dashur kurrë, por vetëm e kishte përdorur. Në letrën e saj, ajo kishte shkruar se nuk donte të merrte një jetë, por i lutej Xhianit të kujdesej për vëllain e saj të vogël Misutin. Xhian mes lotëve i premton se secili do të mbajë përgjegjësinë e vet,
duke i thënë të mos ndihet fajtore, i vetmi fajtor është Esati. Ndërkohë Misut shkon në barin ku Esati po pinte kafe. Ai e godet dhe fajson për atë që i ndodhi motrës së tij. Esati i dehur përpiqet të largohet, por pas një inati, Misuti e shtyn, dhe Esati rrëzohet nga shkallët duke humbur ndjenjat. Duke parë zemërimin e Xhihanit pas tragjedisë që përfshiu Esman, Njajit përpiqet ta qetësoj, ajo këshillon të mos veprojë nxituar nga inati, por të flasë me qetësi me Esatin, sepse sipas saj çdo gjë mund të rregullohet. Këto ishin disa nga pjesët në serinë e ardhshme. A mendoni se Esati do t'i mbijetojë rrëzimit? Çfarë do të ndodhë me foshnjën e Esmas? A do të mundet Xhihani të ruajë qetësinë përballë tradhtisë së Esatit? Dhe çfarë do të ndodhë me betejën për vilën Shansalan? Shkruani mendimet tuaja në komente, mezi presim të lexojmë çfarë mendoni ju.